A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fuqia e dhikrit në jetën e besimtarit. Zoti i Madhërisht thot në Kur'an Bismillahir rahmanir rahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Pra, thot i Madhërisht Allah, më kujtoni mua dhe mos më mohoni mua. Pra këtu është thelbi i kuptimit të gjërave. Pra ta madhërosh krijuesin dhe të mos e mohosh krijuesin. Madhëron e krijuesin me madhërinë që i takon. Wala dhikrullahi al-akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më kulmore, më madhore. Fuqia e dhikrit në jetën e besimtarit është shumë e madhe. E kujtuan Allahun, Allahu i kujtoi ata. Shembulli i atij që përmend Allahun është si shembulli të gjallit. E shembulli atij që se përmend Allahun është si shembulli të vdekurit. Pra, ai njeri që nuk e përmend krijuesin e vet, ai ka vdekur, edhe pse është fizikisht i gjallë. Ai njeri që përmend krijuesin e vet, e madhëron atë, ai është i gjallë, sepse është mirënjohës ndaj krijuesit për të mirat që ja ka dhënë. Fuqia e dhikrit na bën që në jetën tonë të jemi më të suksesshëm. Njerëzit që i mbështeten krijuesit nuk binë në pikëllim, nuk binë në hamendësim, nuk e humbin shpresën, janë të durueshëm, sepse edhe Zoti thot Inna Allaha ma'as sabirin, pra unë jam me durimtarin. Pra Zoti vazhdimisht e mëson njeriu, pra khalaqal insan allamahu al-bayan, ja mundsoi njeriu pra me ditë vërtetën ose bërjen ose të vërtetën nga e pavërteta. Pra, ja zbriti Furqanin, që është Kur'ani, që është dalluesi i vërtetës nga e kota. Andaj dhakiri, ai shumë përmendsi i Allahut, pra padyshim se do të ketë shpërblime të mëdha. Ne kur i mbështetemi krijuesit, suksesi është i pashmangshëm. Hafiz Ali Korça thot një thënie të bukur. Allahu e pas të mëshiru. Mos u mbështet në mure, se ato mure të lënë. Mos u mbështet në njerëz, se ata njerëz një ditë do të lënë. Mbështet ju Allahut, se ai, pra krijuesi yt Allahu, kur s'ka për të lënë. Asnjëherë nuk ka me të lënë ty, masdore krijuesi yt. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Të ka gjetur të varfër krijuesi dhe të ka pasuruar. O wajadaka dhalan fahada, të ka gjetur në dalalet, në humbje, të humbur dhe të përhumbur si njeri, fahada, pra të ka udhëzuar dhe të ka drejtuar ka më e mira, të ka dhënë librin më të mirë, fjalën e vet, Kur'anin famëlart. Prandaj thuaj subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, i lavdruar Zoti. Elhamdulillah, falënderimi takon Zotit. Allahu akbar, Zoti është më i madhi. La ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Muhammed Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Zotit, mësues, njeri i zgjedhur, Sirajan Munira, pishtari ndriçues ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam, ku kemi shembullin më të mirë atë, i cili e përmend te Zoti natën dhe ditën e madhëronte atë. Siç thot dhe Zoti në Kur'an, pra përcakton e veten, pra përkufizon e veten me ata të cilët e madhrojnë Zotin e tyre mëngjes dhe mbrëmje dhe kanë për qëllim pra kënaqësinë e Allahut. E mos ju shmang pra përmendjes time. Ai që shmanget përmendjes time dhe adhurimit tim, thot Allahu i Madhreshëm, thot kom mja bon një jetë të ngushtë. Faman arada an dhikrillah fa innahu ma'ishatun danqa. Kush i shmanget fuqisë së dhikrit, pra përmendjes Allahut, kom mja bë thot një jetë të vështirë. Subhanallah. Pse? E ke shkput lidhjen me krijuesin. Ti e krijes. Lidhja jote është shkput, atëherë ti ma vesh je duke jetuar në një mjegullnaj ose në një tymnaj të pafundme dhe nuk e din se ku do të atërosh dhe nuk e ke një koordinat.
por je thjesht në një imagjinat të përhumbur. Prandaj, ti si besimtar dhe besimtare, madhëro e Krijuesin, sepse Allahu i don robët që janë shakirin, pra falenderues, që thonë elhamdulillah, falenderoj o Zot. Ata që madhrojnë Allahun, që thonë Zoti është më i madh, Allahu Ekber. Ata që shprehin kelime shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dëshmojnë se Zoti është një dhe Muhamedi i dërguar. Pse? Ajo gjuhë që madhron Krijuesin është gjuha më e mirë, është gjuha e xhenetit. Andaj, nëse ti madhron Krijuesin, ti e thret dhe ndihmën e Krijuesit do e kesh vazhdimisht. Zoti thot në Kur'an, thirrni mua e unë ju përgjigjna. Andaj, thirrja më mirë është dhikrullah, es-salatu dhikr, e vet namazi në tërësinë e vet është dhikr, është madhrimi i Krijuesit. Çka po i thu Zotit? Elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon ty o Zot, je të madhru pra. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dy fjalë thot lehta në gjuhë, pejgamberi sallallahu ka thonë dy fjalë janë të lehta në gjuhën e njeriu, por të rënda në peshorën e të madhit Zot në mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, pra i lavdëruar dhe i falënderuar është Allahu, që i takon hamdi dhe falënderimi. Subhanallahi al-azim, i lavdëruar dhe i madh është, pra adhim është Allahu. Prandaj, ne kur themi dhikr, kur madhrojmë Zotin, pra subhanallah, qetësohet çdo pjesë e trupit tonë. Edhe shkenca dhe mjekësia sot, mjek të njohur botror kanë shpjeguar se dhikri ndikon në psikologjinë e njeriu për qetësimin e neuroneve, neurosepteve, psikologjisë së njeriu. Vetë frymëmarrja, siç thotë një mjek i shquar, Allahu e pas të mëshiru, profesor doktor primus medicus emeritus, grada me lartë mjekësi që ka pas Ali Liazi, Allah e mëshiroft, thot, nëse ne thum Allah, kur themi Allah, thum Allah. Pra, qetësohet komplet njeriu pra në tërësinë e tij kur thot Allah, kur e përmend emrin e Allahut. Ndërsa hoxha i nderuar Tahir Efendia nga Vushtria thoshte në kasidën e tij, thoshte emrin e Zotit ja përmendim pa ja nda. Dhe thot kush e përmend emrin e Zotit, pra e dridh edhe dushkun mal, edhe gjethet, edhe tokën dhe gjithçka. Mirë po Zoti ka thonë në Kur'an, që na ka thonë përgjigjen adekuate. Thot, sikur t'ja zbristim këtë Kur'an ndë një kodre, lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin, la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyati Allah, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Thot, do të friksohej dhe të strukej dhe të bëj plure hi nga frika ndaj Zotit. Pra këtë Kur'an, që vetë Kur'ani ka dhe një emër dhikr, përkujtus. Prandaj, ky përkujtus, pra, që ne duhet ta përkujtojmë është Kur'ani, dhikri, sepse në Kur'an kemi hamdin, kemi falenderimin, kemi madhrimin, kemi tesbihun, pra madhrimin ndaj Krijuesit. Prandaj, fuqia e dhikrit na bën që ta fitojmë këtë botë, po dhe botën tjetër. Dhe të kemi një jetë të begatshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Madhroni Zotin dhe të mirat e Zotit do ju shëmfishohen. Thuni estagfirullah sa më shpesh, kërkoni falje. Nëse ata kërkojnë falje, ka thonë Zoti në Kur'an, unë kom ja ushtu të mirat, unë kom ja ushtu bereqetin, kom i rupi belave, kom i fal, sepse jam Gafurur Rahim. Selam aleikum.